Mas pojnë shpejtu jemi. Shpejtoj. Kur dërnë qëtë? A po më na ndihmë për vojzën për shtetit? Vëllah se më që. Hiç kur gjo? Pasha Allah më gjatë 75 euro. 75 euro. Komuna atë ka dalë ndihmë diçka për Ja, jem për konë, vojzën? ja s'ka full me mu. S'ka fol. Edhe qikën e kom pas para duarve, Mhm. si ka interesua e punë me leqë. Jo. A. Jo. Apo mundi me dalë me tua jo. Allah më pasara. Me zar. Pasha sot. Përshëndetje dashur shikues të zarfi i mërgjimtarit, fillimisht kërkoj ndjes për syzet. Jemi në qytetin e Prizrenit, kemi ardhur me e vizitu një grua e cila jeton bashkë me vajzën e saj të semur me sindrom Down. Na përshkojnë na pjapëm derën, përshojmë qysh e kanë gjenën, për edhe gjyna halet, edhe po shpesojmë që ne si shoqatës kemi me arru, edhe jo si njerëz mirë keni me dalë ndihmë pas publikimit të kësaj videos. Hajde. Bismillah. Oje, zoja e shpis. A do me safer? Ju se vjen zotë. Mirë se të gjeta. Qysh e ki mbjanën? Marina, Marina, sa vjeç e? Gjardet. 60. Me kanë një tanë të. Jetaj më tjerë në minutën, po ata jem shkuve se nuk që ako është të pacjeve ka ma tjerë në veti. Ta shemë vishme në vajzë. Veç me një vajzë. Sa vjet i ka vajza? Vajzë e ka 15. 15. Është smut apo? Me sindroma? Ashtu e kena në listë shumë. Apo mundi me dalë me tua jo? Allah më pasara. Me zarë. Pasha sot. Apo mund është më kujdes për vajzën? Po po moj shra ka më bon. A? Zoti shka të qanë, duhet më përpalu. Po. Kjo është dhe ratë të zotit, nashta në ka spravu, Mhm. po shkat në qanë e mirë se në vjenë. Sa mirë e tha, dhëratë e Zotit. Po, baba, Mashallah. kemi shka më bon. To është pija juve, qërete? Jo. Jo, është Kujna është? përësëm, ishë ma me të kaj, gata i. A ju kalon me najtë, dhe më thonë? Në më qërej, A? më qërej. A me qirajni? Po, më qërej. Apo sa paguni qira? Pasha zotën 250. 250. A po më na ndihmë për vojzën për shtetit? Vëllah se më që. Hiç kur gjo? Pasha Allah më gjatë 75 euro. 75 euro. Zotin i Edhe mos. që më shku në kom pasë e vorën për tash i banë korrekt më 17 korrekt. Aha. Një vjetë që më ka dekë. Po, zotin më shiroft. Ak, bësha me darë edhe më në porët edhe me të vajzës. Po. Ta, Ku ke jetu ma herët? Në cilën vend? në goshtë në nasë. Aha. Po e ndodhë jepët. Po. Tash, ty dhe banita me dy është më vatë. Me i darë, Ja që joni, shikip ja joni. Me i darë, apo keni me hongër me pi? Vallaj, po pa marrëm bukën që të tali kështu. Apo, është shumë mirë. Veç një herë keni, apo? Po, Ne, me në gjesin, na darë ndrejke në ja. Drejkën. Apo dërë kërë shmi vizitua ju, a? Korreq, Hec? jo për zëtë. Jo. Jo, valla. Komuna atë ka dalë ndihmë diçka për Ja, jem për konë, vojzën? ja s'ka full me mu. S'ka fol. Edhe qikën e kom pas para duarve, Mhm. si ka interesua e punë me leqë. Jo, a? Jo. A përdor vojza i laçit diçka? Po, Po. po përdor. Apo kimi ja bleja ju? Valla më zarë, A? më zarë. Në zarë. Masha Allah. Që shë ka emnin? Qika? Po. Senila. Sanila. Për që e keni nevoj më të madhe? Shërite. Për shka. Mm. Pa dijet e ja. Mas pojnë shpetu jemi. Shpetoj. Kur dërnë qëtë. E më të rakë të shumë në rrugë më dalë. Po. Zotë i mërtë. Zotë. Zotë i mërtë. Baftë e më përkritë. Amen, amen. Inshallah, edhe ju e zotë ju. Amen. Rujtë, inshallah. A mund që ta më na që i leve? Faleminderit, inshallah, zotë i shpërbrenë. Amen. Me gjithë ju, me gjithë ata. Që ato janë 300 euro, janë prej mërgjimtarëve. Zotë i rujtë ata, dhe Amen. juve. Edhe Shka i lypë me hongër me zotit, piju zotë kina i ble. qetë. Faleminderit, E inshallah. tani inshallah s'kina mjo harru. A di numrin e telefonit për manë, atë ja ka zëjën e njerëzit. Jo, pasha zotën e Se din. Ok. Nëse pasa telefonit tu, hinti mana pa kalzaja gjajnë në qyshe tani mana. Unë ja afroj ushqimet edhe ja japi numrin e telefonit njerëzit.
Kjo dhoma asaj nusës. Këse thallën ta ti për nove qënë. Po një këtë atje ndut me mojtë. Se thallën se tujnë edhe ma shumë. Kushinën ku e ki? Kushinë s'ke, ja? S'ki, ja? Ja. Ku e për bukën? Qëto? Dhe qëto dhe me i konë, s'ka ma shumë? Ja, s'ka ma shumë. Edhe banjën ku e ki? Që banjë? Njerëz mirë, numri i telefonit për këtë familje është 049 239 617. Është në Prizren, tek shkolla Lek Dugaxhini. E ose gjithmonë një falënderoj që po vazhdoni me gëzuar njerëz, Zoti ju gëzoft e ju nderoft.